që nuk duan vetingun, opozita që nuk do vetingun, dhe mu nuk më vjen keq për Edi Rama, se nga Edi Rama nuk prezi tjetër. Pra kush, për këtë vjen keq? Mu vjen keq për batonin, për avokatin, për mua, për preqin. Sepse unë them vërtetën, do vika keq, po ku çka koka e vërteta unë? Jo, nuk është vërteta kjo. Po s'kam frikë e vërteta unë, ju keni frikë e vërteta. Ore zotri, ju i bëre bisht, i pari që të gjithë dalin ke vetingu, dhe avokati nuk thot një fjalë si ka qeverisur Edi Rama do 4 vjet. E keni dëgjuar ndonjëherë avokatin ju thot që ka qeverisur mirë se keq ky njeri. Vetingu thot Amerika, aleatët do zbarkojnë. Ora avokat, ti e se ke qenë kretar. Ore zotri i nderuar, më vjen shumë keq. Mos i ridikulizoj gjërat, se deri tani ke folur deri tani ke folur fushk në dushk. Të lutem edhe një herë. Po, prandaj mos fol. Ju lutem. I bën bisht. Janë ndërkombëtarë që po ngrën vetingun për Edi Ramën. Ju lutem, dalë të them unë tani për Edi Ramën. Njerëzit që kanë dalë në rrugë nuk kanë dalë në vendar. Ore zotri, mua më tregon mitingin e ilaçeve, kanë dalë për shtypjen e energjisë. Se s'kan 300.000 vende të punës. Se u kanë rritur taksat. Për ta dy analizë. Ai studuan se të jenë në rregull. Po, po them për ata të tjerë. Edi Rama ime. Po, zotri i nderuar. Në qoftë se nuk dini ta artikuloheni politikisht, mos flisni. Problemi është shumë i thjeshtë. Nuk di shkullak. Këtu flitet. Do dëgjosh avokatin para të dalë ore. Ke ambasadori, s'di tjetër. Ka 2 vjet që bën status në Facebook ambasadori. Ju flisni jashtë sensit politik. Të flasësh brenda sensit politik është kjo. Çrën si ka se tash ka qeverisur mirë apo ka qeverisur keq? Kryeministri aktual. Asë e kokën fare, s'më duhet fare. Unë kam një tjetër intencion. Intencioni, shiko, njeriu i rëndom nga i tjetri varet se ai është spontan, kurse ai që s'është i rëndom ka karakter intencional në qëllimor. Qëllimi im, zotri, është reforma në drejtësi. E bën Rama, e bën Iksi, e bën Ysyloni, s'më duhen fare mua. Unë e kam deklaruar devizën time. Unë e kam deklaruar devizën time. Në qoftë se nuk ka reformë në drejtësi, nuk keni për të parë kur zhvillim në këtë vend. Po dakord jemi. Ju lutem. Reformën në drejtësi e kanë marrë amerikanët dhe gjermanët. Nuk kemi gjithë fare në dorë ne. Pse për këtë jam i sigurt, se kam ndjekur gjitha. Të gjithë edhe vetingun, edhe kushtetutën, të gjitha i kanë revizionuar ata. Po çfarë lidhje ka protestën? Ju lutem. Atëherë, fati ynë i madh, ta analizojmë politikisht. Fati ynë i madh. Po se tema është protesta, se këtë vetingu do të thonë që i madh. Fati ynë i madh është që këtë gjë kanë marrë ata në dorë. Ne nuk e bëm dot. Nuk e bën dot. Urrëzuar regjimi vjetër, bëri Saliu pushtetin të gjykësor, ky që vjen deri tani, ky është Gjelja. Pra, nuk e kemi bërë dot. Cilat janë arsyet? Fleta marrin sociologët në dorë. Ne nuk e bëm dot reformën në drejtësi. Tani në këto momente të caktuara, kur interesi shqiptar ka konverguar në një pikë me interesin e tyre, atëherë ata morën përsipër këtë gjë dhe ne duhet të dëgjojmë. Të bëjmë reformën në drejtësi, që më duan mua... Po, ai poliç kjo keq qeverisje... Ore zotri, nuk janë profesionist, nuk e kuptojnë dot. Të pavarur nuk mund të ketë zgjedhje të lira. E pranon ti këtë sitet. Po e pranoj absolutisht. Bëni gjykatën e pavarur, bëni zgjedhje. Po derisa të bëhet gjykata, mos bëhet zgjedhje. Bie po tjetër. Ju lutem. Derisa të bëhet gjykata, mos bëhet zgjedhje. Dalë një. Janë të dy paralele. Në 92 kishte gjykata në 92. Çfarë politikisht? Duke ditur që zgjedhjet... Po për 4 muaj nuk bëhen avokat. Sistemi i ri i drejtësisë për 4 muaj nuk bëhen. Do të dëgjosh tani. Për faktin që këta e din, që zgjedhjet e lira janë një fjalë shumë e madhe, por që këtu s'ka pasur kur zgjedhjet lira, se as Berisha s'ka lejuar zgjedhjet lira, as njeri s'ka lejuar zgjedhjet lira, dhe kjo dihet, dhe atëre, cili është solucioni i zgjedhjeve lira? Një qeveri teknike me mucho pragun, le pelatin qak, këtu duhet një institucion i cili tjetë krejtësisht i pavarur dhe një garant. Pa formuar këto, kur nuk do keni zgjedhjet lira? Ka marrë funda. Pse kush është frika? E pe që bëri Trumpit një gjyqtar. Ju lutem, a e pe që bëri Trumpit një gjyqtar? Presidentit Amerikan, një gjyqtar. E pa. Tjetër vend Amerika tani. More çfarë ti von? Ka modele këtu që duan imituar zotëri. Po fakti që është kështu drejtësia, njerëzit duhet protestojnë, fare thua ti. Po protestojnë kot. I kanë nxjerr këta për të shpëtuar veten nga vetingu. Ka marrë funda. Nuk shpëtojnë dot.
Nuk shpëtojnë dot sepse ja u shpjegova pse nuk. Kjo është Elbi. Jo, ja u shpjegova. Ore zotri, ore Blendi, ja u shpjegova pse nuk shpëtojnë dot. Ja u shpjegova pse nuk shpëtojnë dot. Nuk bën politik. Avokati folë 15 minuta shkëlqyshëm dhe në fund doni pra sola spese ju them. Sola spese victis na ka thënë Ciceroni, nullam sperare salutem. E vetmja shpresë e të humburit është mos ketë asnjë shpresë. Jo, imposton vetes? Vetëm sekond, me jam pas spoteve preç, se desha të pyes dhe për qëndrimin e Metës. Pikpyetja e madhe Meta, çfarë qëndrimi po? Çfarë